Shumë të respektuara familjet e dëshmorëve dhe të martirëve, shumë të respektuar ish ushtarë veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës, i nderuar kryetar i studios Phoenix, zoti Arsim Berisha, më duket që është atje. Të respektuar drejtues të konsulatës së përgjithshme të Republikës Kosovës të Lëçërit, të dashur bashkëveprimtar me të cilët kam pas fatin që të rrugtoj dhe të bashkëveproj me ju në një kohë të saktuar, i dashur miku jem, kolegu jem Dr. Saliseva, i dashur Petret, i dashur Ibergega, i dashur Naser Vrejla, dhe gjithë juve të tjerëve të cilët e kam në pamundësi, ju përshëndes të gjithë me emër. Me lejeni që në emrin tim personal, po dhe në emër të familjes së ngushtë dhe të gjerë të dëshmorëve të kombit Femir Gjevla Drovci, që përshëndes të gjithëve për këtë pjesëmarrje, po dhe njëkohësisht që uroj festat e mëdha të mentorit, siç është shpallja e pavarësisë së Shqipërisë, ngritja e flamurit në Vlorë, deklinia e komandantit ligjëtar Adem Jashari dhe dalja publike e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj. Mentorja është festë sublime që shënon fitoret e mëdha mbi armiqtë tonë shekullor. Është vetmja forcë, vetmja festë që shqiptarët i bashkon pa dallim diverse politik, pa dallim krahine apo ideologjie, ashtu siç na ka bashkuar sonte në këtë sot. Po pse gjithë këto tundime dhe gjithë këto aktivitete në muajin nëntor? Në të kaluarën tonë të lartë, po edhe në këto më të re. Në këtë muaj ka ndodhur ngjarje më të madhe dhe më të devotshme të historisë e kombit shqiptar, që pa kthyeshëm dhe pa shlyeshëm kanë konfiguruar identitetin tonë kombëtar. Në muajin nëntor ka ndodhur ngjarje të madhe me peshë historike, të cilët na bojnë neve krenar si shqiptar, nga do që jemi dhe kudo që jemi, ashtu siç po na bojnë krenar edhe në këtë sot. Me 28 nëntor, vitin 1443, ky heroi ynë kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ngreh flamurin me shkapën të krenarëve për të bërë ballë një prej perandorive më të mëdha të asaj kohe, të quajtur Perandoria Osmane. Me 28 nëntor, vitin 1912, kryerediti shqiptar Ismail Qemali bashkë me tribunë dhe adhëtarët e kohës shpallin pavarësinë e Shqipërisë dhe ngrehin flamurin me shkapën KQZ në Vlorën heroike. Me 29 nëntor, vitin 1444, Ushtria Nacionale Çlirimtare Shqiptare, e udhëhequr nga shtabi suprem në krye në komandantin Verhoxhin, e çliron Shqipërinë nga nazifashizmi dhe Shqipëria për herë të parë bëhet shtet në kontinentin ndërkombëtar, por fatkeqësisht e imponuar nga Berlini, e Varsaj, e Londra, ku jashtë saj mbeten pjesa më e madhe e tokave shqiptare. Me 26 nëntor, vitit 1997, në Rrezall të Re, afër Skënderavit, komandanti ynë legjendar Adem Jashari, bashkë me bashkëpunëtorët e tij, do të zhvillojë betejën e parë të hapur kundër forcave ushtarake dhe policisë serbe, të cilat do të dëblojnë torturat, masakrat që po zhvilloshin në Drenis. Me 28 nëntor, vitit 1997, në Laush, në varrimin e mësuesit Geci, do dalin për herë të parë përfaqësuesit e ushtrisë lirimtare të Kosovës në uniformën armatim, General Daud Haradinaj, General Recep Selini, si dhe komandanti Muj Krasniqi, ku masa do të merr zemër dhe lufta do të merr vije drejt lirimit dhe lufta do të merr vije drejt lirimit të plot nga qisja e policisë dhe ushtarit serb. Dhe jo rastisht në datat e mëdha lindin edhe njerëz të mëdhenj. Dhe pikërisht në nëntorin, 28 nëntor të vitit 1955, do të lindë edhe komandanti ynë legjendar Adem Jashari, i cili do të soi ka legjenda dhe vetë të bëhet legjendë bashkë me familje për të bërë burthemel i lirisë, i pavarësisë që sot ne po e gëzojmë. Prandaj dua të falenderoj studion Phoenix, kryetarin e saj zotin Arsim Berisha, të cilit përmes këtij aktivitetit kulturor na i kthen të pavdekshëm herojtë dhe dëshmorët e tonë, që mos të lirojmë që na përsëritet historia.
roft popullit shqiptar, roft jamurin kombëtar, roft pavarësia e Kosovës. Ju falenderoj.